ndrimi i kandidatit. Po e ta di se ky kandidat nuk I ka përmbushur kriteret e pritura për të qenë, domethënë, personi I cili do të votohet në kuvend. Dhe derisa I tillë dhe nuk I ke votat për ta mbështetur, atëherë duhet ulëm në tavolinë e bisedimit dhe të bisedojmë. Çka nëse vjen me të njëjtin kandidat prap, do të ketë të njëjtin rezultat. E qartë. Ndërkohë, cilët janë kandidatët në ekipin e Kurtit që opozita do t'i kishte mbështetur apo mund t'i mbështes në vijim edhe pas këtij vendimi të gjykatës kushtetuese? Do njeri që I plotson kriteret e integritetit për të qenë kryesues I kuvendit, por asnjë nga ministrat e qeverisë Kurti. Të gjithë kanë precedent penal, po hetohen për krim të organizuar dhe korrupsion. Sot zonja që po flasim ka precedent të hapur penal, është në ndjekje penale dhe si ka mundësi që kjo të jetë pjesë e kandidaturës për të qenë kryesues e kuvendit. Ka dosje të hapur gjyqësore, ka pak përvojë institucionale, nuk ka treguar gjatë këtij rrugtimi politik asnjëherë ato prirjet e përfaqësimit gjithë përfshirës, ma shumë është lojale ndaj liderit vetë se sa ndaj institucionit dhe përgjithësive ndaj shtetit. Ka deficit atyre tiparë që kërkuan për ta plotësuar integritetin e saj për të qenë drejtuese e një institucioni kaq ndjeshëm siç është kuvendi. Prandaj unë nuk e shoh të mundshme që kjo ta kaloj procesin e votimit. Zaten ju I dini për plasjet që ka pasur edhe me gjykatën kushtetuese, edhe me neglizhimin e rekomandimeve të saj, edhe të Komisionit Venecia kur bënte atë ligjin origjinal si ligji kulakëve që keni pasur në kohën e monizmit për hetimin e pasurive të tjera. Pra unë mendoj se nëse Kurti prap vazhdon me këtë propozim, atë kjo është një mesazh I qartë se ai nuk ka kurrë interesi për me gjetë një konsensus institucional, ai po luan me krizën e kjo besoj se do të ketë kosto, në fundit do të ketë kosto për shtetin, sepse ne jemi edhe në lupën e pranisë ndërkombëtare në Kosovë, cilët të shohin tani Kosovën si një shtet jo funksional dhe përfaqësues të saj legjitim politik në këtë rast të votës si njerëz të cilët nuk janë të aftë të ofrojnë konsensus apo kompromis konsensual për të zhbllokuar jetën institucionale. E qartë, edhe për jetën institucionale, për funksionimin siç duhet të shtetit të Kosovës, duhet të ndalemi pikërisht këtu, duke uruar në fakt që palët politike do të gjejnë një zgjidhje të shpejtë për kapërcimin e krizës politike dhe institucionale, por tashmë duket se Ballkani Perëndimor apo konflikti mes Kosovës dhe Serbisë është edhe në vëmendjen e presidentit amerikan Trump. Pak ditë më parë teksa kishte nisur lufta e Iranit me Izraelin, pati një status posaçërisht për situatën mes Kosovës dhe Serbisë, duke sjellë në vëmendje qëndrimin që ka mbajtur ai në presidencën e parë, siç u shpreh ka shmangur një përplasje që mund të shkonte deri në një luftë mes tyre, e ndërkohë përmend sërish në vazhdën e samitit të NATO-s, ku në fakt mes zonave të tjera, shteteve të tjera që kanë konflikte, përfshiu edhe Kosovën e Serbinë sërish. A do të ketë një angazhim të drejt për drejt të Trump, mendoni, të Shteteve të Bashkuara të Amerikës për ta zgjidhur, për ta normalizuar marrëdhënien mes dy shteteve? Po tani Kosova është një fat I mirë, se ne para se të deklaroj zoti Trump, ne kishim deklaratën e zotit Hill dhe Ricker që SBA s'do ta kenë më fokusin te Kosova, s'do të kenë hapësirë për shkak të angazhimeve në vatra krizash më të mëdha siç është lindja e mesme dhe të ndërthuar interesa gjeostrategjike të fuqive të botës, domethënë SBA-ve, Rusi, Kinë, Indi e tjera. Mirë po, për mrekulli pas 24 orë, 28 orë, nuk e di, a kishte kaq hapësirë dhe patëm reagimin e vetë presidentit Trump në raport me çështjen e Kosovës dhe në Kosovës me Serbinë dhe atë qëndrimin e tij të prerë. Tani unë jam shumë optimist se diplomacia apo doktrina Trump është kthyer në boshtin e diplomacisë politikës së jashtme të Shtetit të Bashkuar të Amerikës dhe në këtë parimet pa ndryshueshme është fakti se forca do ta ruajë paqen dhe kjo paqe që është vendosur në Kosovë dhe vetë Kosova është produkt I një force të drejtë që ka aplikuar vetë Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Pra ka qenë një përzgjedhje mes asaj a duan mbështeten forcat që kërkojnë rënd të ligj apo ato që kërkojnë vetëm përkësime, krime dhe situata pa qëndrueshme në aspektin e sigurisë dhe fakti që u fokusua në Kosovën e dëshmoj atë që është e vërtetë, unë atë kam qenë oficer shtabor dhe mbaj mend kur ka ardhur vetë komandanti I KFOR, ka pasi takim në Tresh, domethënë unë si oficer shtabor, ministri I mbrojtjes dhe komandanti I KFOR dhe na dëshmoj
se ka pas një tendencë të forcave serbe atëherë në generalin Dikovic që të mësyn drejt Kosovës. Tani ai ka qenë një general i ri me një eufori dhe një shfrenim ashtu të prepotencës si ushtarak, por i nxitur nga nacionalizmi dhe shovenizmi normal dhe ka pas një qëndrim të prerë të komandantit forcës se çdo lëvizje drejt Kosovës do të thotë goditje drejt për drejt Beograd. Pra kjo është ajo periudha kur i referohet presidenti Trump dhe është e vërtetë që ka parandaluar një mundësi të tillë të një eskalimi, sepse do të na sillte në situatë pastaj ose të një përplasje ndërkombëtare me Serbinë ose ndonjë situatë para aktit kryer, që vendoset mbi parimin e forcës, nëse merr pjesë territori Tazom, po ti referohemi Banjës, që ndodhi në vitin 23 në shtator, ku ishte ajo, ka qenë në miniatur një ndërhyrje Serbisë në Ukrainë, ka qenë tendenca për një ndërhyrje të Serbisë në Kosovë. Se edhe në Ukrainë se porën e Donetsk dhe Luhansk kanë fut trupa ruse gjëja në emër të sigurimit të komunitetit rus brenda këtyre krajinave, pastaj kanë hapur rrugën për depërtimin e forcave ruse dhe artillerinë pastaj eskalimin e luftës. Pra ka tentuar ta bëjë dhe Serbia të njëjtën gjë. Origjinal, po të analizojmë në detaj, tash unë si ushtarak kam zhvilluar këtë në një platformë kështu si hartë, dhe origjinal kanë qenë të njëjtat objektiva. Janë futur trupat nivelit një kompanie me armatime, municione, me 14 blinda, që nuk është në hyrje e fshet, do t'jetë spektakolare se ato shkaktojnë zhurmë, e kanë hyrë për tokë, nuk kanë hyrë me parashutizëm, me desant ajrore, këta diune. Dhe e dyta, oficer të lartë, të repartit të nishit, brenda Serbisë, sa ushtarak, kanë lëshuar forcën dhe kanë bërë vendime si kur janë largu nga forca 6 muaj e tutje, se kjo është e standardizuar me ligj, dhe të gjithë janë strukturuar në këto njësi që i mori përgjegjësinë si kur po i vëllheshte një rrugaq, një kriminal ordinar, si është Radek Qiqi, një qytetar i Gjakovës që jeton në veri dhe manipulon me thjesht keq përdor fonde buxhete, krijon pasuri kriminale, por ja faturuan atij pse e bën këtë. Dhe pse oficerët u liruan nga forca? Që quhen forca që nuk janë proxy, që nuk janë, këto janë forca proxy të Beogradit, siç po i quajnë